Se njeriu dashuron, njeriu ka mall, patjetër, është më se e natyrshme, po sjelljen që bën ti, unë me thënë drejtën nuk e kuptoj. Ose ndoshta kam edhe një formë shqetësimi nga ajo 10 ditën e parë që s'm ka ardhur ajo që prisja. Po sado. Edhe unë s'kam informacion për vajzën, ç'a bën? Po mu më duket sikur, larg shof mos ka. Larg qoft edhe? Fundi botës është? Ku e di me ju Gert më mal. Edhe çdo prajme kam atë shpresën se ku e di, kam një shpresë shumë fuqishme dhe them ndonjëherë, ndoshta s'është intuit, apo ndoshta është thjesht dëshira e madhe që nga tre me intuit. Sonte prap, sa kalon prajmi, fikëm, komplet fikëm. Se pret që të visi, duke do t'japi në shenjë dhe zvjen edhe prandaj. S'shoh as shenjë, se si gjë dhe... E di që më jep një lloj fuqie, e kupton? Po pse duhet ta japi ai fuqinë me shpirt? Po nuk e di më Gert Mermalli. Po ti e mban vetë për të dëgjuar pra vajzë fort. Po unë e di që aty është për Mermalli. Mermalli na merr gjithë. Ku e di, nuk e di. Nuk e di. Edhe si jam e vogël madje, edhe 30 vjeç po e bëj tani. Edhe nuk është se është lidhja ime e parë. Ama ndjesi si kjo nuk kam përjetuar ndonjëherë. Po mirë, pra shumë bukur që e ke përjetuar më në fund të ndjesi. Po pse duhet ndikoj kjo në gjërat e tua? Urdhra. Kam. A mundesh më japësh një cigare tjetër? Ndoshta. Qa me bati? Maj më hygi shpitzu se je. Po më se ja kthej se nuk po ja marr për gjithmonë. Unë i kthej borxhet e mia, se jam si Alba. Po hygi, para në që i ndama të ka 7 Mran. I humba. Po sigurisht. Prit. O, më përvëlloj. Braf, pika. Jam se ke të di. Ti kthej për zot. Se për të qëkoj dhe. E lagu. E lagu. U tha pra. Londrim? Minon. Nuk e di, nuk kam shpjegim. Se më ndonë se të dalësh njëse në shtë. Aja, po shpjegimi. Qërë? Nuk e ke ti dashuri pa tjetër që ke. Nuk e vën dyshim këtë pjesë, po kjo dashuria jote e fortë është kthyer në obsesion. Më ka marrë malli për një përqafim, s'kam qenë asnjëherë larg. Shpirti, dashuria për një mashkull është një hiç përpara dashurisë për fëmijën. Ta them unë, me firmë dhe me vull. Rregull? Dhe unë kam lënë vajzën mbrapa dhe nuk bëj si puna jote. Kjo nuk është dashuri. Kjo nuk është dashuri. Po Hyger, mos më thuaj që s'është dashuri. Është, po të është kthyer në obsesion. Jo, nuk është obsesion. Po ka filluar të ndikoj pra. Po bimëm ka marrë malli. Dashuria është e bukur o zemra. Tashi mos më bëni Po obsesion. dashuria është e bukur o shpirt, nuk është shqetësuese, nuk të sjell shqetësim dashuria, harroje. Po është e bukur, po më ka marrë malli, moj. Malli më ka marrë. Malli duhet të japi forcë. Po jo të të fikje. Po edhe fikëm. Po s'duhet pra të fike. Se mendjen aty e kam. Nuk jam fik si njëri, po thjesht fikem nga fokusi këtu. Alba tani e vorri se ti në çdo sekond vetëm atë nxjerr. Gjes drejt vetëm atë. Sigur ke vetëm atë në jetën tënde. Ka marrë malli. Jo, të ka marrë malli. Nuk është justifikim. Mirë, pse të më gjes drejt dark? Se nuk jam gjes drejt dark, unë vetëm atë po nërë pra se është bërë Stiqi personazh për rritani. Po tash Stiqin unë vetëm dark e marrë shtrije me Stiqin. Nuk do të dëgjosh. Pastaj edhe kur bëjmë batuta për Stiqin, nuk është se kur nuk do të dëgjosh, mos fol. Po tash pjesë e jetës është edhe ajo ndjesi, po ma kthen muhabetin obsesion, e kupton ti? Për mua obsesion. Unë po flas për punë malli, okay, obsesion, për ty për mua nuk është obsesion. Çfarë janë ta muhabete? Unë po të shpreh mallin, ti më kthen muhabetin. Se s'pëlqen ty. Po jo me Hyger ta tash unë se di, unë tash kam 20 orë që rri edhe merre me muhabete tjera në shtëpi. Kur vjen mbrëma, më shkon mendja aty, sidomos mbrëmje. Kaç? Pjesë e jetës është edhe kjo. Qa ti bëj që jam reality show në kamera? Pjesë e jetës është edhe kjo. Le ta kuptoj njerëzit edhe malli është pjesë e jetës.
Po sigurisht që është. Po nuk e kam përjetu ndonjëherë, t'jem larg, pa kontakt, hera parë. Ku e di unë se si po më duket? Ke një gjë shumë të keqe që duhet të thonë pa tjetër atë që mendon ti. Njerëzit kanë mendime të ndryshme. Po si mund të thosh për dashurinë obsesion? Më fal, ato që të vlen, merri dhe mbaj. Ato që s'të vlen, merri dhe hidhi. Kaq. Mirë Hygerta. Kaq. Mirë. S'të Unë pëlqen, flasë s'të për pëlqen. malë ti më thu obsesion. S'është dashuri, është Po obsesion. unë nuk po them vetëm tani. Unë po them në gjithë 25 ditë sa të njoh, edhe jetoj me ty. Mirë Hygerta, se tani po e bën sikur unë 24 orë vetëm atë gjë po e flas. S'do ti, okej, rregull. Se tallemi në një mestishin, s'është se du me shfaq, janë thjesht batuta që bëhen, ta që i kanë qef ngacmimet. Të thash, gjërat që s'të pëlqejnë, merri dhe hidhi. Gjërat që të vlen, merri dhe Hygerta, mbaj. thjesht më pengon që po më thush më mëngjes drejt darkë, po e Ti flas çdo gjë atë. ofendime merr. Më pengon që e thu se nuk është e vërtet. Unë tani Ky është vetëm darkë. mendimi im o zemër. Po mi me Hygerta S'të tash ja pëlqen, ka s'të mund që pëlqen. flasim njërë tani mbas fakteve, jo thjesht mendimi. Jo, me fakte po flas. Po qa fakte Me shkon tu mëngjes 25 ditë drejt kam darkë? jetu mëngjes drejt darkë me ty. Po nuk ke jetu mëngjes Po drejt darkë me mu. kam jetu me ty 24 orë me Më ty shumë jam. ke qënë me tjerë se sa me mu. Me ty kam qenë këtu Mirë, jam Hygerta, vërdall me okej, ty në 24 rregull, orë. Në rregull. S'të pëlqen, s'kam Kot që çfarë. flasë, unë nuk ka lidhje me mos pëlqimin, thjesht më duket çuditshëm më thu tani sikur unë 20 orë vetëm atë gjë e flas. Jo, nuk thash këtë. Po më thu mëngjes drejt darkë. Jo, të kam thënë mënyrën se si flet. Mëngjes drejt darkë the merresh me atë Jo, muhabet. jo, Nuk thash ka mëngjes drejt lidhje. darkë jetoj me ty. E mirë, okej, përmisova. Unë e di që flas. Një gjë duhet ta kuptosh zemra. Unë nuk them kurrë atë që do ti të dëgjosh. O Hygerta, nuk e kam për atë për të pak të Them flasim atë që mendoj. Them atë që mendoj, më lër ta kem gabim. O Hygerta. Më lër ta kem gabim, është problemi im, po e kam gabim. Me fakte po flas. Okej, se na janë bë pak si bosta muhabetet non-stop. Mirë, okej, Mendimi, ndjes. mendimi. Ndjes që të dhash mendim zemra, mos e rruj. Po mos u sill kështu tani. Po jo pra, do iki do fle. Do iki do fle zemra, se nuk merre me ty, është e kot flasësh me ty. Është e kot të flasësh me ty. Hygerta, të lutem. Natën e mirë shpirt. Lutem, hajt. Natën.